Shtëpia e Big Brother është tronditur sërish nga gjendja e Albës, e cila për 2 net radhazi ka përjetuar rënje të papritura dhe gjendje të rënduar fizike. Pas incidentit të parë, kur u rrëzua dhe ju morën këmbët nga lodhja dhe tensioni, Alba u dërgua në spital për kontrolle, por duket se situata nuk është stabilizuar ende. Madje, burime brenda shtëpisë raportojnë se mjekët nuk pritet ta lejojnë të kthehet sërish, për shkak të rreziqeve të dukshme që lidhen me gjendjen e saj. Të gjithë banorët e shtëpisë ndihen të shqetësuar dhe të tensionuar. Atmosfera, që zakonisht mbushej me debate, lojë dhe strategji, tani është kthyer në një heshtje të rëndë, ku çdo hap dhe çdo fjalë ka peshë. Shumë prej tyre nuk mund të fshehin frikën dhe shqetësimin për shëndetin e Albës, ndërsa disa kanë filluar të kuptojnë se presioni i lojës dhe izolimi mund të kenë pasur ndikim serioz në gjendjen e saj fizike. Nga informacionet e para, është e qartë se problemet e saj nuk janë vetëm lodhje momentale. Rënjet e përsëritura mund të lidhen me tension të lartë, probleme me gjunjët ose ndonjë shqetësim tjetër fizik që nuk është diagnostikuar ende plotësisht. Shtëpia e Big Brother dhe produksioni po presin me ankth vendimin e mjekëve, të cilët do të përcaktojnë nëse Alba mund të qëndrojë më tej në lojë apo duhet të largohet për të marrë kujdes të specializuar. Ky episod i rënd është një kujtesë e fortë se Big Brother nuk është thjesht një lojë, por një provë e fortë fizike dhe psikologjike. Rënjet e Albës tregojnë se trupi dhe mendja kanë limite që nuk mund të tejkalohen, pavarësisht dëshirës për të qëndruar në lojë dhe për të konkurruar për çmimin e madh. Publiku dhe banorët tashmë presin me shqetësim lajmin zyrtar nga mjekët. Çfarëdo vendimi që do të merret, siguria dhe shëndeti i Albës mbeten mbi çdo rregull të lojës, mbi çdo nominim dhe mbi çdo spektakël. Ky moment ka rikujtuar të gjithëve se, përtej emocioneve dhe intrigave të Big Brother, jeta dhe shëndeti i një njeriu janë gjithmonë më